Zbuloni ushqimin sekret që rrit memorien, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon kujtesën. Emocionet tona shpesh na nxisin të zgjedhim ushqime jo të shëndetshme, siç mund ta keni vënë re kur jeni të trishtuar, të stresuar ose të mërzitur, këmbët ju çojnë në vet drejt ushqimeve të shpejta, suflaqeve, mishrave ose ëmbëlsirave. Emocionet tona kanë nevojë edhe për ushqime. Sa më shumë ushqime të këqija të hani, aq më shumë do të dëshironi, duke u futur edhe pa dashje në një rreth vicioz emocionesh dhe zgjedhjesh të këqija. Një studim i publikuar në revistën Clinical Physiology zbuloi se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Së fundmi, një lidhje midis depresionit dhe obezitetit është e ngushtë. Kjo lidhje është më e fortë si pasojë e hormoneve dhe ndryshimit psikologjik që ndodh te sistemi imunitar kur godet depresioni. Sipas studimit, njerëzit që janë obez janë më të prirur të jenë depresiv dhe anasjelltas. Por si mund të prishni lidhjen midis zgjedhjes së keqe të ushqimit dhe depresionit? Hapi i parë që duhet të hidhni është drejtimi i drejt ushqimeve të duhura. Sipas të dhënave, ushqimet të pasura gjithashtu edhe me sheqer, yndyrë, krip dhe karbohidrate të ndryshme mund të ndryshojnë humorin më mirë në vetëm pak minuta. Më pas, ato e përkeqësojnë humorin tuaj. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që duhet të hani për një mendje më të mprehtë dhe të mbroni shëndetin e trurit tuaj. Lakrat e egra janë shumë të mira në rastin tuaj specifik. Lakrat e egra si pazia, laboti e të tjera janë të pasura me vitaminën K dhe magnez. Mungesa e këtij minerali ul nivelet e serotoninës, një transmetuesi nervor që përmirëson humorin. Një racion me lakra të egra të gatuara plotëson rreth 35% të nevojës tuaj ditore të elementeve ushqyes të organizmit, siç janë për shembull edhe magnezi. Mishi i gjelit të detit. Ky mish, peshku, toni dhe mishi i pulës janë të pasur me aminoacide. Këto të fundit ju bëjnë më mendje mprehtë dhe mbi të gjitha më të përqendruar. Në momentin që jeni të përqendruar dhe mendjekthjellët, atëherë hani edhe mishin e gjelit të detit si një përzgjedhje të mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Ekspertët tregojnë gjithashtu se arrat janë një përzgjedhje e mirë për shëndetin tuaj. Ato janë të pasura me nivele të mira të aminoacideve, mungesa e të cilës mund të shkaktojë probleme depresionin. Këto aminoacide gjenden gjithashtu te peshqit dhe sipas studimeve, te njerëzit që hanë më shumë peshq janë më pak të riskuar që të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet siç janë për shembull edhe depresioni. Gjithashtu kokoshkat pa yndyr janë një përzgjedhje mirë ushqyese që mund të shtohen fare lehtë në menun tuaj ditore. Kokoshkat konsiderohen si karbohidrate komplekse me nivele të ulta glicemie dhe që ruajnë nivelin e serotoninës, hormonit që përmirëson humorin. Në momentin që kokoshkat përzihen me yndyrna, sheqer ose krip, përfitimet e kokoshkave nuk vlen më. Giza pa krip. Giza përmban nivele të mira të tripofanit, aminoacide që përmirësojnë nivelin e serotoninës. Mungesa e serotoninës mund të vështirësojë gjithashtu përballjen e trurit në stresit. Bananet. Bananet janë të pasura me magnez, kalium dhe vitamina B6. Kaliumi i bën mirë zemrës, veshkave, muskujve dhe sistemit tuaj tretës. Bananet janë të pasur me elementë që do të përmirësojnë shëndetin e kujtesës suaj dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet. Kosi. Trupi është i mbushur me bakterie. Probiotikët janë substanca që gjenden me shumicë tek kosi, i cili kultivon edhe bakterie të shëndetshme për sistemin tuaj tretës. Bakteret Lactobacillus në veçanti janë shumë të dobishme për organizmin tuaj. Ngrënia e kosit në përditshmërinë e dietave tuaja do të kthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve, të cilët do të mbrojnë shëndetin dhe do të lehtësojnë edhe komplikacionet. Zgjidhni ato produkte të cilat janë mjaft të mira për shëndetin e trurit dhe do të lehtësoni edhe problemet që I kanosen atij. Sa më të pasur ta keni dietën tuaj ditore, aq më pak probleme do të keni me kujtesën. Është një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese për të ndihmuar shëndetin tuaj të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve që I kanosen atij gjithmonë edhe më shumë. Kafeina mund t'ju bëjë të jeni edhe më vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të
rris inteligjencën e njeriut, por disa substanca siç janë për shembull edhe kafeina, të cilat mund t'ju japin energji dhe t'ju ndihmojnë të përqendroheni më mirë në situatat tuaja specifike. E gjetur kryesisht tek kafeja, çokolata, pijet energjike dhe disa medikamente, kafeina mund t'ju ofrojë një zgjim më të mirë gjatë ditës. Megjithatë, efektet e saj janë afatshkurtra dhe duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e kafeinës që fusni në sistemin tuaj imunitar. Sheqeri mund të rrisë përqendrimin. Bëhet fjala për sheqerin natyral që mund të gjendet te frutat natyrale. Sheqeri është një burim natyral i shëndetit tuaj të trurit. E nuk bëhet fjala për sheqerin e tryezës, por për glukozën, të cilën trupi juaj e përpunon në mënyrë të menjëhershme. Kjo është një arsye pse një gotë me lëng të freskët frutash mund të ofrojë gjithashtu një nxitje më të mirë të elementeve afatshkurtër të kujtesës. Ekspertët thonë se sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, aq më pak probleme do të keni me rënien e aftësive njohëse. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese edhe për të rritur funksionet e trurit. Hani mëngjes për të ushqyer trurin tuaj. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e ushqyesve për mëngjes mund të përmirësojë kujtesën dhe vëmendjen afatshkurtër. Sipas tyre u vuret se studiuesit që hanin mëngjes prireshin të performonin më mirë se ata që nuk e konsumonin mëngjesin. Ushqimet më të mira për të përfshirë në mëngjes janë drithrat me fibra të larta, bulmeti dhe frutat. Vetëm mos e teproni. Studiuesit zbulojnë gjithashtu se mëngjeset me kalori të larta duket se pengojnë përqendrimin. Peshku është një ushqim shumë i mirë për trurin. Kjo sepse peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega-3 që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Këto yndyrna të shëndetshme kanë fuqi të mahniqme për uljen e riskut të demencës dhe goditjeve në trup. Plus ato mund të luajnë një rol jetik në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur plakeni. Për shëndetin e trurit dhe të zemrës, rekomandohet të hani 2 racione me peshk në javë. Konsumoni një dozë ditore me arra dhe çokoladë në dietën tuaj. Arrat dhe farat janë burime të mira të vitaminës C, të cilat janë të lidhura me disa studime me frenimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Çokolada e zezë gjithashtu ka veti të tjera të funksioneve antioksiduese që mban stimulues natyral si kafeina, të cilat mund të rrisin fokusin. Shijoni deri në 1 gram deri në 2 element ushqyes në të njëjtën kohë për të përmirësuar shëndetin e trurit. Shtoni avokado dhe drithra të plota në dietën tuaj ditore. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i duhur i gjakut, veçanërisht zemra dhe truri. Një regjim i pasur gjithashtu edhe me drithra dhe fruta si avokadot mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve në zemër dhe të ulë kolesterolin e keq. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu krijimin e problemeve të ndryshme ushqyese, të cilat mund të krijojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Boronicat janë një super ushqyes për shëndetin tuaj të trurit dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ullumtimet kanë treguar një zëri se boronicat mund të mbrojnë trurin nga dëmtimet afatshkurtra dhe afatgjata dhe të krijojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të tij. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për shëndetin e trurit, të parandaloni komplikacionet që i kanosin atij dhe të përmirësoni gjithashtu edhe strukturën e vëmendjes. Ekspertët shtojnë një zëri se sa më të pasur ta keni dietën tuaj ditore me boronica, aq më shumë përfitime do të keni edhe për shëndetin tuaj të trurit. Ullumtimet tregojnë se boronicat janë të lidhura me zvogëlimin e problemeve të radikaleve të lira dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve për shëndetin e trurit dhe të lehtësoni edhe komplikacionet që u kanosen. Kjo është e vetmja mënyrë për të përmirësuar strukturën e trurit dhe për të parandaluar komplikacionet e saj. Përfitimet e një regjimi të mirë ushqimor nuk ngelen vetëm tek ushqyerja, por edhe te mënyra se si e vendosni trurin tuaj në punë. Është një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar aftësinë të nxënit dhe gjithashtu për të evituar komplikacionet që i kanosin kujtesës suaj. Sigurohuni të përzgjidhni sa më shumë produkte natyrale për të përmirësuar më mirë aftësinë e trurit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.